Mesditën e së dielës rreth orës 13:40 është marrë njoftim për një konflikt familjar në një vilë të një kompleksi në zonën e Palasës. Menjëherë kanë shkuar shërbimet e patrullës së zonës, të cilët kanë konstatuar një situatë të përshkallëzuar. Për përballimin dhe neutralizimin e situatës janë angazhuar edhe forca shtesë të stacionit të policisë Dërmi. Shërbimet e policisë gjatë ndërhyrjes në banesë kanë gjetur një armë zjarri pistolet. Gjithashtu gjatë kontrollit të banesës në Tiranë me mbështetjen e drejtorisë vendore të policisë Tiranë, policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale 2 pako me municion luftarak dhe 2 krera me fishek. Nga verifikimet rezulton se shtetasi EK dyshohet se ka dhunuar dhe kanosur bashkëshorten e tij. Falë ndërhyrjes së menjëhershme dhe në kohë të shërbimeve të stacionit të policisë Dërmi, situata është neutralizuar dhe është parandalur për shkallëzim i mëtejshëm i konfliktit, duke shmangur një ngjarje potencialisht të rëndë kriminale. Shtetasi EK është arrestuar në flagrancë dhe shoqëruar nga forca kombëtare sigurisë njësia Fier në ambientet e policisë, ndërsa po kryen veprimet e mëtejshme procedurale për dokumentimin e plotë të rastit.